Ju si e shikoni buxhetin e vitit 2026? Optimist, ambicioz apo realist? Gjykoj se është ambicioz. Mirë do ishte të ishte edhe optimist. Realist për mendimin tim është, sepse ne vim nga një moment pozitiv, Elis, kështu që momenti pozitiv ka shumë rëndësi në ekonomi. Ti përmende shifrat, është siç gjithnjë do me thënë ndodh që kur kemi vite me rritje ekonomike, viti i fundit, buxheti i vitit të fundit është gjithnjë më i madh se sa të tjerët, por ky buxhet guxon. Pra, është një buxhet që guxon të rrisi prap pagat e administratës publike, ndërkohë që i ka rritur para 2 vjetësh. Ne dim fare mirë rritjen e fortë që ndodhi në 2022-2023. Për të mbetur tek pjesa e pagave në sektorin publik, por kryesisht tek paga minimale, ajo që prek edhe masën më të gjerë, sepse bëhet fjalë për gati 300.000 qytetarë që paguhen aktualisht me pagë minimale. Është rritja e 6 e pagës minimale që ndodh brenda 3 mandateve të qeverisë socialiste për vitin 2014. Vitin e ardhshëm është thënë që paga minimale do të jetë në vlerën e 50.000 lekë. Ju duket e drejtë kjo rritje e pagës minimale? Ju duket e mjaftueshme kjo rritje e pagës minimale? Si e keni parë në këndvështrimin tuaj? Elis, në gjykimin tim, çdo rritje page kur shoqërohet me rritje prodhimi është e drejtë, sepse ke një, si thua, moral, ke më shumë prodhim të rritur kombëtar, atëherë pse të mos i rrisësh edhe pagat? Për më tepër që për një periudhë shumë të gjatë pagat në shtet sidomos nuk kanë qenë të rritura lehshëm. Madje as të indeksuar atje e di fare mirë. Viti i parë që po indeksohen pagat në shtet është pikërisht ky vit, 2026 që po flasim. Është e mjaftueshme 2.5%? Mbron nga inflacioni të paktën, sepse nëse ti është parashikimi, sepse inflacioni urojmë të jetë akoma dhe më i ulët, të jetë ke 1.9-2%. Por paktën mbron ata që janë në shtet, dhe në shtet nuk janë pak, tani që flasim janë mbi 181 vetë. Këto 181 vetë janë ndoshta mbi 150.000 familje, se nuk janë se janë shumica burrë grua të punësuar në shtet. Kështu që 150.000 familje në shtetin tonë të vogël, në Shqipërinë e vogël për nga popullsia, sepse ne dim që edhe jemi të kurrë për shkak të emigracionit, është e ndjeshme. Kështu që gjykoj se morali dhe drejtësia ekonomike, ta quajmë kështu, është gjitha aty që të rriten pagat, ti përmende pagën minimale, aty që ndron të themi e gjithë padrejtësia e trukimit të pagave, sepse ne shikojmë që me pagë minimale sot paguen shumë më pak se sa ata që e deklarojnë. Ti fole për mbi 300.000 vetë. Praktikisht aty është trukimi, kështu që duke u rritur nga 400.000 lekë vjetator, pra nga 40.000 lekë të reja, në 50.000 lekë të reja, me 1/4 është që kapërcimi mirë, 1/4 nuk bëhet kollaj, është shumë një, prandaj e quaj buxhet që guxon. Sepse do të krijoj edhe si thua atë fondin e nevojshëm për këta njerëz që Zoti Çoçoli, ne kemi përgatitur dhe një tabel sa i takon rritjes së pagave minimale ndër vite që për vitit 2017, kur paga minimale ishte në vlerën e 24.000 lekë. Nga viti 2017 deri në vitin 2023, kur është bërë rritja e fundit, paga minimale arriti në vlerën e 40.000 lekëve. Tani propozohet një rritje në vlerën 50.000 lekë. Si pas këndvështrimit tuaj, kjo rritje pagës minimale e amortizon të gjithë rritjen inflacioniste të kësaj periudhe 2023-2026? Mjafton të kemi një logjik të thjeshtë ekonomike, Elis. Do më thonë, shiko se sa tjetë përmendojmë me drejt pikën e referimit 2017. Pra 2017, 2025 tonë 8 vite. Në 8 vite inflacioni nuk të është dyfishuar. Mos harrojmë vitin 2022 dhe 2023. Diskutohet që ishte më i larti. Ishim diku ke 6.7%, mesatarja vjetore 2022, sepse ndodheja që ndodhi në Ukrainë me invazionin e Putin. Por ama nga ana tjetër, ti ke rritjen e pagës minimale, që ishte 24.000 lekë, pra 220.000 të vjetra në muaj, në gati 2 herë, 1.85, që është, po të bësh pjestimin, 20.000 lekë të reja, 400.000 me 220.000. Kështu që gati këtë dyfishimi pagës minimale e ka, si thua, hequr, zbutur efektin e inflacionit në këto 8 vite. Prandaj them që kjo rritje me 1/4 tashti është një rritje që ka të bëjë me rritjen e mirëqenies së qytetarëve që kanë të ardhurat modeste, pra pagën aty tek niveli i 500.000 lekë të vjetër. Dhe të mos harrojmë edhe një gjë që ta përmenda pak më përpara. Çfarë është kjo gjë? Që ata që deri sot kanë paguar 500.000, 100.000 në dorë
se ka biznese akoma, për mua është krim ekonomik, nuk po ndalemi aty. Do ta prekim edhe këtë çështje, do ta kenë më të lehtë, sepse vetë shteti ta jep detyrën që ta